U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me rrjedhën e emisionin me të ftuarit tanë. Kësaj radhe do flasim për festivalin më të bukur, me shumë ngjyra ku mbledh fëmijët nga mbar trevat shqiptare. Besoj që tani më e dini se për cilin festival bëhet fjalë. Bëhet fjalë për festivalin Ylberi, ku mbledh fëmijët nga shkolla të ndryshme, nga vende të ndryshme për të performuar pikërisht në këtë festival, për të nxjerrë talentin e tyre me këngat e tyre më të bukura. Dhe pikërisht këtu me mua në studio kemi organizatorin e këtij festivali, zotrin Adem Ymeri. Përshëndetje zotri Adem, mirë se erdhët në emisionin në Ritmi i ditës. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. I përshëndes të gjithë prindërit, fëmijët, jo vetëm Maqedonisë, të gjithëve trevat që ku jetojnë shqiptarë. Mund të na thuani se sa vjet ka që mbahet ky festival dhe si ka evoluar, të themi, me kalimin e kohës? Në thotë, ky viti është 26 i mbush faktikisht festivali Ylberi. Prej dimishës kemi filluar këtë festival. Rrjedhat kanë qenë para sen, festival kemi pas festivalin Bilbilat këndojnë kemi filluar 94-ën, edhe normal që nuk ka qëndru për pengesat tjera, kështu që vitin dimishën unë vendosa që të nisi si profesionist i muzikës, mandri i shiqon për organizim, nuk e shiqon nga prizma e komercializmit, por e shikon në prizmën e kulturës edhe e mungesës në këtë shtet. Kështu që filluam dimishës ati vitin dimi, filluam dhe deri tash nuk e kemi lanë asnjëherë pa marrëparasisht me problemet financiare, problemet tjera kështu, edhe trazirat në Maqedoni, ne patjetër kemi mbajtur çdo vjet. Festivalin e keni. Prapë kemi qenë lidhur me televizionin më TV, tu dishin kemi qenë 5 vjet bashk. Pastaj jam larguar me tjerë televizion se ka pas jo marrëveshje ligjore këtu, ligjore prej lartit. Ato materiale që kemi desh t'i shpërndajmë materialet CD-t e kështu, kanë kërkuar me regullat apo këtu ka statut në televizion, kështu që nuk kemi mujtë mi përmbush ato kushtet e televizionit, pa jemi larguar me televizionin stenjish, tash deri sot po punojmë. Mund të na thoni se cili është qëllimi kryesor i këtij festivali që mbahet me vite? Pa qëllimi, unë jam në arsim, dalë prej arsimit. 4 vite që kanë dalë në penzion kam dalë. Normal, mungesa, ne s'kemi pas festivale këtu. Ne kemi pas atëre problemet edhe tjera, s'kemi pas paralelet në, jo muzik vetëm, po s'kemi pas paralelet në shkollat medicina, mjekësisë apo pa gjimnazje, kemi pas problemet çdo herë për paralelet për mu hap. Mos të flasë për ato që bashkë pitët, ati është shumë interesant që kush ka me mendu në atë kohë që të organizon Gjugën Shqipe Festival, me cilin televizion, kemi pas në programin e dytë, por nuk kanë pas edhe mundësia të në atë kohë, për shkak politikës. Qëllimi ka qenë faktikisht që fëmijët e tonë, edhe familjet njësoj si shtetet tjera të kenë një festival për fëmijët të socializon, të hinë në botën e kulturës, se ne e dimi çfarë kemi jetu në atë kohë dhe fëmijët e tona ku kanë pas dënia hengo ose dikun medal. E dini, Shkupi, si është ose Maqedoni. Pastaj tash për shkak gradualisht prej Ylberi tash e kemi festivale në të gjithë qytetet. Kemi në Strugë, kemi në Kumanov, kemi në Kërçov, kemi në Tetov. Kjo është ai fillimi kur ka qenë edhe Bilbilat këndojmë, edhe festivali Ylberi, kështu që mua më gëzon, ku kam pas mundësi kam ndihmuar çdo herë, me këshilla, në lloj mënyra kam shiqur me ndihmu. Tash ata dinë ato që organizojnë, kush jam unë dhe pse, çka kam bërë, si kam bërë. Mund të na thoni se çfarë do ta bëjë edicionin e këtij viti, të themi më të veçantë nga vitet tjera? Afërsisht janë të njëjtët kështu, jo figura, po do me thënë organizimi, afërsisht i njëjti është, ne më herët kemi pas kushte më të mira, më duke që në kohën e fundit institucione me qëllim, institucione në Maqedoni, me qëllim festivalin Ylberin nuk e përkrahin, nuk e përveç Ministrisë së Kulturës që e përkran, qyteti që 4 vite
nuk interesohet as pak edhe me qëllim e tregoj sigurt jam se kam burimet, me qëllim e anashkallon Festivalin Ilberi, cili ka 26 vjet. Vetë me kërkeset, kur i dërgojmë kërkeset, me tradit, a i takon një shumë apo ndihmës financiare, por për arsye kritikës, që kam bë kritik direkt qytetit Shkupit edhe ma lartë, atje te e kryetarja, ajo ka marrë madej ato në mënyrën e vetë e ka kuptu edhe me qëllim nuk si të vjetë e fshin Ilberin kur vjen momenti për donim. Dhe më thonë nuk përkrahet nga institucionet kompetente. Pa tjetër se ati fond egzistone, veç e shki festivali një është i Shkupaj. Ajde ma qëli kemi disa festivale, por tu s'ka arsye. Arsye ka qenë prape përsëriti me qëllim se do din kush po interesot. Para 3 vite, 4 vite donon kryetarja direkt, donon 1 milion denar për bibliotekat Macedonës, i cili ka pas 50 vjetë, ne kemi pas 23-4 vjetë. E neve në donon 70.000 denar. Edhe unë kam reagu, jo vetëm unë pastaj gazetarët e televizioneve, kanë shku direkt atje, kanë pitë pse, pa mërë pasisht, pre ati momentit mo që 3 vite, 4 nuk donojnë. Pak më brengos edhe komuna jonë Çajiri, që edhe ata në kohën e fundit, kemi bashkëpunu një kohë, ma kohën e fundit që me thanë 7 vjetë, 8 vjetë, dijere kanë kontribu me minimale, me 500 euro, kështu kanë kontribu. Sa është e vështirë të organizohet një festival i tillë për fëmijë në vendin tonë? Ajo dëshira ime që kam desh me pas fëmijët, ne kemi për kulturë festivalin e fëmijëve, jo vetëm në Maqedoni, por ne bashkëpunojmë me shtetet, apo edhe Shqipëri, Kosovë, edhe tjerat shtete, kemi musafir do njere. Bashkë për ato, ne nuk mundemi të ndryshojmë dhe të begatojmë edhe më shumë sa duam. Kemi mundësi profesionale, organizative, ato që ju tregova ku janë problemet, se për t'i ftojsh ti që të zbukurojsh festivalin për lloj shtetit, duhet mi akomodu në për hotelet, duhet mi ndihmu në tjerat plane. Do të thotë, shumë vështirë është, por nuk është parinere, jemi mësu, ne kemi pas, familjarisht kam zerë disa ere kreditet, sa ere kredit kam zerë, por mos me dështu festivali, për me qenë në atë nivel ose më lartë. Do më thonë e keni marrë personalisht vetë me vetë dëshirë dhe keni organizuar një festival të tillë për fëmijë thjesht për mos humbur traditat të themi, se ne e dim se festivali për fëmijë Ylberi, si që përmendëm, e dim që për çfarë konkretisht bëhet fjalë. Pa jure kemi nxënësat e mi, tash janë bën nanat janë ato, edhe kanë fëmijët e vetë të vinë në festival. Ta kisha ndërpre, dashtë dikush kishte bërë një festival, por nuk kishte bërë në këtë mënyrë. Në shumë kohë duhet për eksperiencë me fitu edhe mandej të lidhesh me lloj kompozitor, shkrimtar në të gjitha trevat shqiptare, edhe jashtë. Kështu që shumë pëlqen një fjali, një shkrimtar ka thënë ashtu që shumë lehtë është me fillu. Po zor është të mbajsh deri në fund. Se të fillojsh të fillon 1 vjet, 2 vjet edhe len. E tash është e vërtet rand është si fëmijën për shembull ki 26 vjet për arsye edhe ashtu mundojmë, i faleminderoj prindërve, të cilët intereson për fëmijët e vetë, edhe ata vetë kontribojnë vetë për kompozime, diçka ashtu në lloj. Pa do një sponsor kështu që ka dëshirë ose interes e ka për reklamën, ato në ndihmojnë neve. Ju ndihmojnë më thonë me sponsorët. Sponsorët pak që janë disa ditë. Më thonë edhe vetë prindërit të cilët të sjellin fëmijët aty për të kënduar, për të marrë pjesë në festivalin, edhe ata kontribojnë në festivalin Ylberi. Ata kontribojnë në mënyrë që ata nuk incizojnë të gjithë të ne në një ekip që kemi ne producentin aty, studio kemi, ne nuk incizojmë të gjitha kanga aty, ne incizojmë 7-8 kanga eventualisht, aty deri 10, kurse tjerat janë nga treva tjera, si cili prindë aty pagon ku incizon. Edhe ajo është ndihma jonë. Faktisht, unë kisha pas dëshirë, institucionet të pagojnë mirë, të ndihmojnë mirë, ato që në takon, atëre ne kishmi incizu si në fillim 5 vite, 3-4 vite mbajmë mend, kur kemi filluar, ne sponsor kemi gjetë, sponsorët, më shumë edhe kanë qenë etshëm popullon edhe biznismena kanë deshtë me kontribu dhe ne nuk i kemi kërkuar prindërve
prindërve, as participim, as për kompozim, vetëm i kemi gjellë audicion kemi bo. Kush ma bukur në për shkolla kemi shkuar. Kjo është për mua ma e bukura. Edhe unë kisha pas dëshirë, për shemë, kur një ditë, dashta jo unë, dashta fëmijët e mi, ose në organizim shoqëria, dashta rinia ka me pas fat për këtë traditë që kemi. Dhe do t'i përkrahin maksimal do t'i përkrahin që ata të bëjnë live, që ka qenë dëshira ime të fëmijët, t'i bëjmë audicionet tanë Maqedoni, në për shkollat talentet më të mirë t'i zgjedhim, dhe t'i bëjmë i kompozimet, por shpesh edhe ma herët kur kemi nisë, ne të kompenzojmë, kemi pas disa ere fëmijë që perfekt këndojshën nuk kanë pas mundësita, atëre ne kemi qenë si përkrahës finansisht për ato disa fëmijë. Ju keni ndihmuar në atë mënyrë? Ne kemi paguar dhe shtu. Mund të na thoni sa është numri i pjesëmarrësve që do të marrin pjesë në këtë festival? Po, ky vit për këto viteve fundit kemi pas një qëndrim, me qenë programi pak ma shkurt, mos se populli jonë ende nuk ka hi në fazën si në Shqipëri që më bëjnë dejtë në një vend me fëmijët Dior, për shemë, ose Dior Regjis. Edhe asa vite e mbajmë i festival, për një vjetë kër kalon për harrohet ajo. Kështu që kemi pas nga 18-19 ka nga maksimum 20. Kësaj rale, nuk kemi pas mundësi të ikmi prej kangave të bukre dhe prej begatim në program tjetë me kangat të reja, se të ne janë çdo herë kangat të reja. Ne nuk marrin kangat që janë kënduar në do një festival ose tjerë. Kështu që tash e kemi kësaj rale 23 kange kemi, me ato që ngrita numrin e Shqipërisë, di ma shumë se kemi pas plan, nga di kemi marrë çdo herë, ama tash 4 kanga kemi, nga Durrësi, nga Tirana 2 kanga dhe nga Korça kemi, edhe Elbasan 4 kanga. Dhe këtu pak numri u ka shtu, por edhe nga Suedi një vajzë kemi, që është familjen e ka nga Shkupi, por nga Suedia një vajzë, nga Kosova kemi 2 kanga, edhe këto e në tjerat, krejt nga Shkupi, Maqedonia, Struga, e tjerat. Si bëhet përzgjedhja e pjesëmarrësve? Për mendimi im, apo si profesionist, edhe me këtë eksperiencë, edhe kam mësuar më herët prej festivalin e Shkodrës, që ka 6 vjetë, ka tradit, unë kam mësuar prej atine që me besu të kompozitorët. Barem 50%, faktikisht 50%, 10 kanga sigurisht kërkoj prej kompozitorëve më të njohur, që janë Shqipërisë, Kosovës, kështu që ata sigurojnë disa kanga, janë në nivel, jam i sigur që kangën, pa tjetër niveli ma i lartë, kjo është një pjesë. Normal, konkursi del, në konkurs konkurojnë loj autor, kush do në konkurojnë, edhe i komisioni ullit, i dëgjon. Nëse vërtet ka edhe do një kanga që është e shumë e bukur, fëmija bukur këndon, por i mungon kori, ne japim përgjigje që korin pa tjetër duhet më bashkangjit, se ne kemi pas neve 20 fëmija, ose ma shumë kemi pas. Që në këtë mënyrë zgjidhen ato kompozimet, normal kemi edhe për tekst shkruesit, tekstet analizon, avlejnë, azlejnë. Sa është interesimi të themi për të marrë pjesë në këtë festival? I fëmijëve, po qoftë edhe i prindërve? Do të thotë për festivalin Ilberi shumë vite se mbajmë mend që kemi pas probleme më mërzit, a kemi me pas kanga. Problemi është tash tjetë, jo problem, po më gëzon. Fakti që ne në YouTube e kemi kangët e festivalit Ilberi, në YouTube. Çdo vjetë si dani, dhe ato vitet e kaluar e kemi postu në YouTube, dhe mendoj që prej atit shumë ka nisë punë paraqit për shkak mot CD-t nuk janë në rol, s'kanë rol, paraqitën shumë nga Shqipëria, nga Kosova, por ne nuk mundimi plotësu. 15 vite kemi mbajt në festival për hir të fëmijëve dhe prindërit, nga 2 festivale kemi mbajt prej 2003-shës deri 2015 të societetës. Nga 2 festivale kemi mbajt. Një mbrëmje ka qenë festivali për fëmijë të vegjël për 4 mosha, 4 vjet deri 9, në festivalin në atën tjetër ka qenë prej 9 vite deri 14. Por vërtet jemi lodh mas 15 vite që kemi mbajt ashtu jemi lodh se edhe ka nisë edhe ki interesimi financiar, se pa finansën nuk shkon, s'mundesh me mbajt një festival normal, ku ta mbajmë ne 2 festivale. Edhe kështu që e lama, të tash kemi një festival, tash mërzitemi për si ta plotësojmë, a nuk kemi mundësi.
të bëjmë edhe prapë ti festivalet, për vegje, për të marrë, por nuk kemi mundësi financiare. Mund të na thoni se si ndihmon festivali Ylberi në promovimin të themit kulturës, gjuhës dhe identitetit kombëtar? Në vetë skena e tregon, në skenë kemi përveç moderatorit, përveç veshjes që ndikon edhe për estetik, mos të foli vetëm në muzikë se këngët, mi dëgjojmë për shumë në muzikë dikon. Në muzikë ato zgjedhjet e këngëve që ne kemi dhe tekst me përmbajtjet fëmirore, për fëmijë, për moshën e fëmijëve. Ajo patjetër dikon edhe i largon, për muzikë kur flasim, i largon fëmijët prej këngëve që na imponohen në për lloj-lloj televizione. Këngët që janë një lloj robotizmi orkestral dhe tekstat të mëdhenjve që i përcjelin fëmijët prej moshës 5 vjet, 6 vjet, i përcjelin se non stop imponohet në televizion e fëmijës, nuk e deri prindëri nuk i ndal, apo mos me shiku që është e rëndë sot ashtu. Ati ndikon sigurisht, ma ndi këto kënga, logaritmi 720 kënga minimum kanë kaluar në mediume, etere dhe në YouTube e kemi, kështu që ne kemi sigurisht minimum 20-30 këngë ose deri 50 këngë në për arsim janë shenu në për libret e fëmijëve, zgjedhur. Dhe thëtë ato që janë treguar që ka domethënien, që ka përmbajtjen që i duhet për klasën e parë ose klasën e ditë tretë, kështu me radhë, këto kontribuojnë për libret edhe për edukatën fëmijëve. Është empitje familja, nana, baba, që fëmijët tona në kohën e fundit asnjë prind kur komunikon për këngën e për përmbajtjen, nuk kërkojnë për natyrën me këndu. Nuk kërkojnë nana, veçanërisht nana, të ndoshta edhe prindëri, baba, baballar. Kërkojnë vetëm shpejt me qenë, vetëm i kërci, vetëm i qenë ill, kështu me radhë. Po fëmijët janë ata, kanë dëshirë, ne i kuptojmë. Domethënë dallojnë dëshirat e fëmijëve dhe dëshirat e prindërve. Tu janë edhe fëmijë, prindëri donë me plotsu fëmijës dëshirë. Por ka edhe do prindëri që nuk lejojnë deri në fund. Ti po shikon që me qenë dikun mesi mund gjithë, që mua më kërmenon për qenë ajo. Ashtu me pas peshë. Mund të na thoni se cilët janë planet tuaja për edicionet gjatë viteve të ardhshme për festivalin Ylberi? Nuk guxoj me mendu. Se jam tash ditë para saj, edhe mbaj mend sa herë me lodhjen edhe me jo kuptim, jo bashkëpunim me institucione, njerëzit që janë në institucion, që nuk përfirin shumë, nuk kanë interes, kanë interese tjera. Atëre besoni që çdo vjet mendoj a ka me pas mo energji, a do të mbaj, a mos me mbaj. Edhe kreto është ai vullneti pastaj, pa marrë pasi që prap vjen si vjet maran. Nuk vjen ma let. Maran, se di unë prap pas 2 muaj, 3 muaj prap vjen keq, po du me vazhdu. Edhe më ndje angazhohem në lloj-lloj mënyre që ashtu. Përsëri vazhdoni të mendoni për vitin e ardhshëm se si do mbahet festivali. Ata që kompitni, edhe si vjen unë jam ngarku me këtë, është mendoj për vitin tjetër shumë rëndësh për mua. Shumë rëndë keni të vështirë. Me këtë sfida. Çfarë dëshironi domethënë pas përfundimit të festivalit që publiku, por edhe pjesëmarrësit, fëmijët që do të jenë aty, që do të marrin pjesë, të marrin me vete nga ky festival? Përveç atyre kujtimeve të mira që do ju ngelen? E para, ndashta edhe pitjo dikush ka pas me më dhanë, pse mbajtë teatri Maqedonas popullor? Arsye është estetika, arsye është bukuria, veçanërisht kur hin brenda, nuk flas për stilin barok jashtë. Vetëm kur hin brenda, mendoj që krijojnë operën e Vienës. Opera Vienës, gracioziteti i lartë. Fëmijët e tona kur shkojnë me pa, atje nuk shkojnë dramat, se janë vetëm dramat Maqedonase. Edhe kështu, ata përjetimin vetëm sa hinë mrenda fëmijët, prejnë mendon që, se i ka folë nana, baba, i kanë folë që Viena, kjo është si në Vienë. Kjo është një bukuri, e madhe pse mbaj atje, kushtat i kanë, të gjitha kushtat që më nevojitën, me videobima, me të gjitha kushtat janë pregaditur perfekt. Për një festival? Jo për festival, të kam pregadit për dramat. Për dramat. Dramat e vekta, ashtu, por që unë e u lidha që sa vite, është e pak shtrejt, por është e punë e bukur e festivali Ylberi meriton ati me mbajt. Jo që s'kisha mbajt në teatrin kombëtar shqiptar. është e punë që atje duhet prapë më angazhu, edhe për këto, edhe për atë shumë angazhime duhet, edhe afërsisht del e njëjta finansa.
do të pastaj fëmijët socializohen, ku shohin lloj-lloj aty, njofton, i ndrojnë telefonat prej Shqipërisë, Kosovë, Maqedonia, veçanërisht këto këngëtarë që janë brenda, atë në pas bine. Pastaj unë bashkëpunoj me viteve fundit, 7-8 vjet, bashkëpunoj ose 10 vite me baletin profesional Ilija Nikolovski Lloj, që është shkollon e muzikës e baletit këtu në Shkup. Pse i marr ato? I marrëm me qëllim që fëmijët tona përveç që i dëgjojnë shoqatat kulturë artistike që kemi ne, numër e kemi apos, mjaft e kemi, Ive Palikuqe, Minduraku, Kashjaka, 4, 5, 6, këtu vetëm Shkup, edhe unë çdo herë kam ftuar që në fund të disponojnë ashtu që të vërtetojnë që përveç gjuhës që është festivali shqiptar. Ama kësaj rale prapë s'po munde, për shkak për hir të kohës, s'kam vitin e kaluar i kam pas, e Minduraku. A kësaj rale vetëm në graciozitet, do të shkojmë me pikat valset, me diçka kështu si një lloj vjena e vogël për ne. Për ne. Edhe kjo. Sa çmime do të ndahen në këtë festival? Do të ndani çmime për fëmijë? Çmime, të gjithë kanë me pas kupat, edhe mirënjohje, të gjithë. Edhe që 5 vite, ky viti i 6, kam ndruar të gjithë janë fituesit. Të gjithë janë fituesit. Kështu që fëmijët gëzojnë të gjithë. Ai në Tiranë, ajo vajzë ose djali shkon në Tiranë, çmimin Grand Prix ka marrë i berit. Edhe këto e kam mësuar, ju tregoj, sinqerisht për festivali Bilbilat këndojnë këto Bilbili Art, falni, Maqedonas, që prindërit krejt kënaqur, fëmijët të kënaqur, përqafojnë krejt, s'ka xhelozia, s'ka. Domethënë të gjithë kanë fituar aty. Të gjithë fituesit janë, të gjithë se pastaj në YouTube kur i lishojmë në YouTube, atëre në YouTube, sa ma shumë shikuesit, kur që ka shikuesit, ma shumë do thotë ajo vlen. Dhe në fund mund të na thuani se kur do të mbahet festivali Ylberi dhe ku mund të gjejnë, të themi të gjithë të interesuarit biletat e... Tani për fat keq mund me thënë që s'ka bileta, janë shpërndarë para 4-5 ditë, i kemi paraqit, i kemi lajmëru në për shkolla, kush ka interesu ka ardhë edhe i kanë kri punë. E ka kri punë, do të thotë s'kati, ne vetëm për korin, i ndajmi për solistat, kër i ndajmi diçka edhe një 300 bileta mundën të shesin. Kështu që më vjen keq, që nuk mundem t'i afroj, edhe ato mendoj për vitin tjetër që të bëjmë një reprizë. Të bëjmë reprizë 12 ora deri në 2 edhe pastaj prej 4 deri në 6 të bëjmë një festival vetëm për t'i plotësojmë tjerë që s'kanë mundësi. A paraqiten me klasë, dojnë me artë komplet mësuesit, edhe kështu privat, nuk mundemi të plotësojmë e kam baru. Edhe unë nuk mirë me bileta dikush me marrë në të shiqon, një bilet s'kam ati. Okej, zotri Ademi, kjo është mirë, do më thonë interesimi sa do që tjetë ka interesim nga ana e të tjerën, por edhe nga ana e nxënësve për të parë një festival të tillë. E pa, kjo është e apeloj për vitin tjetër. Edhe vitin e kaluar, nisë kam qenë musafire këtu e në tjetër. Apeloj të prindrit, sa kuptojnë që janë biletët, të afrojnë të ne. Ne nuk i dërgojmë të biletët me shqit në teatr atje. Për asie se dikush i blen 50, 100 edhe më ndej problem është. A kështu në primet neve kanë mundësi të blen biletët 5, 3, deri 10 bileta. Kështu apelojnë në kohë të paraqiten. A ne kemi informu në kohë, kemi shku në për shkolla, kemi njeriu i cili ka shku, i ka afruar, ju lutem për ditë me na tregu numrin. Ata janë paraqitë dhe pastaj më vonë është, e duhet ta kuptojnë që pak vende ka. Pak vende. Duhet të faleminderoj se fundi është emisioni, duhet të faleminderoj Ministrisë Kulturës, Fondacionin Elve Maliqi, ProPointin që ma shtip këto bukrat flajerat. Këtu kemi ladna, nisoj paru i fmit kanë me pas të gjitha atje, televizioni, nisë të gjithë televizioni juve, nisoj më të vëmëja, ju faleminderoj për ftesë, për respekt që më bani, edhe do të të ti sponsor edhe ZFS është edhe faleminderoj për ndihmën Fatmir Temit, një ashtu ndihmë solide, faleminderit edhe atyre, këto e në ato që kontribuojnë finansisht, kurse mediumet të gjitha koha është mediumi, 21 mediumi medial, sponsor medial që këto
edhe ju. Ju falimderit shumë, zotëri Ademi, që ishit pjesë emisionit tonë. Shpresojmë që në të ardhmen ky festival për fëmijë do të sponsorizohet apo do të merr meritën nga institucionet kompetente, që në të ardhmen mos të keni probleme për organizimin e një festivali të tillë. Shpresoj, e përshëndes producentin Pleurat Gashin, mos të preket që se kem përmend Bujar Hamiti për inxhinier për video pas asaj ti, edhe të gjithë stafin organizues dhe drejtues. Ju falimderit edhe një herë, zotëri Ademi. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për ditën e sotshme. Potencoj edhe një herë se ditën e mërkurë në ora 12 do të mbahet festivali Ylberi. Dhe kështu që mua nuk më ngelet gjë tjetër përveç se të ju përshëndes, ju dëshiroj një ditë të mbarë dhe shihemi ditën e nesërme. Mirëmbëjtje.